Qeveria nuk lëviz nga qëndrimi për provimin shtetëror për studentët, si pjesë përbërëse e propozim ndryshimeve në ligjin për arsim të lartë, sipas Ministrit Arsimit Abdulaqim Ademi, provimi shtetëror do të kontribuojë në ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë dhe nuk do të cënojë autonominë e universiteteve. Në propozim ndryshimet ligjore parashihet që provimi shtetëror të realizohet 2 herë gjatë studimeve, ndërsa provimi do të përmban pyetje të dala gjatë viteve të studimit. Për provimin shtetëror do të kujdesen profesorët e vetë fakulteteve dhe nuk do të ketë limite se sa herë një student do të mund t'i nënshtrohet këtij provimi. Ministria e Arsimit prezantoi edhe propozim ndryshime mbi ligjin për arsim fillor dhe të mesëm, me të cilat parashihet themelimi i Akademisë së Mësuesve, që do të funksionojë si subjekt i veçantë juridik. Me këto ndryshime, studentët që përfundojnë akademinë pedagogjike nuk do të mund të punësohen si mësimdhënës nëse nuk kalojnë provimin e Akademisë Arsimtarve dhe nuk marrin licencë. Studentët që kanë të përfunduar fakultet pedagogjik do të kenë trajnim 8 mujor në Akademinë e Mësuesve, kuptohet se do të ketë provim pranues, 4 muaj do të jetë pjesa teorike dhe 5 muaj pjesa praktike. Pjesën praktike do ta kryejnë në njërin nga shkollat në të cilat do të ketë mësimdhënës me kualifikimin mentor ose këshilltar dhe në fund do t'i nënshtrohen provimit përfundimtar. Në fund, pas dhënies së këtij provimi, kandidatët do të pajisen me licencë për mësues dhe me këtë u garantohet vendi i punës, theksoi Ademi. Ndryshime do të ketë edhe në ligjin për mësimdhënësit. Sipas Ademit, do të definohen kushtet se kush mund të punësohet si mësues në periudhën e ardhshme, por do të definohet edhe zhvillimi i karrierës dhe profesionit të mësimdhënësit. Do të ketë kualifikime të reja. Kualifikimi i parë është mësues, i dyti është mësues këshilltar dhe i treti mësues mentor. Çdo kualifikim në karrierë nënkupton edhe rritje të rrogës, që do të thënë rritje të rrogës do të ketë në bazë të 2 momenteve. E para, nëse mësuesi licencohet, do të merr 3.000 denar pak shtesë, dhe e dyta, nëse arrin të kualifikohet në mësues mentor apo këshilltar, thot Abdulaqim Ademi, ministri i Arsimit.